Dalemi tani në të tjera zhvillime gjatë kësaj hapësire të drejt për drejt informative, ku do të fokusohemi tek vizita që po mbahet në vendin tonë, ku kryesohet nga David McAllister, i cili ka takuar së bashku me disa deputet të tjerë edhe kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, takime me kreun e kuvendit Nikoj Paleshi, po kështu pritet të ketë takime edhe me kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pra, janë një grup eurodeputetësh që kryesohen nga eurodeputeti David McAllister, ku gjatë takimit që ka pasur është diskutuar pra mbi reformat në vendin tonë, por nuk kanë munguar edhe debatet gjatë këtyre takimeve. Konkretisht do të marrim më shumë detaje në këtë lidhje të drejt për drejt me kolegen Esiona Konomi. Përshëndetje Esiona, kam përfunduar takimet e eurodeputetëve dhe përpos zotit Balla janë zhvilluar dhe me krerë të tjerë, sidomos me kreun e grupit parlamentar të PD-s? David McAllister është kryetari i Komitetit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian dhe si tilla i vjen me një delegacion që përfaqëson thuajse të gjitha partitë politike europiane. Ai është takuar dje fillimisht me kryeministrin Rama, sot është takuar me kryetarin e kuvendit, është takuar gjithashtu me kreun e grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Aktualisht takimi është me kreun e grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi. Do të shohim nëse do të ketë të tjera vizita, do të ketë takime shoqërinë civile, ndërkohë që për rreth një orë do të ketë dhe konferencën përmbyllëse për shtyp, ku do të kemi mundësinë të kuptojmë më shumë për qëndrimin që ka mbajtur ai si zyrtar i lartë i Parlamentit Evropian për politikën e brendshme në Shqipëri. Por ajo që vlen të theksohet deri më tani nga të dhënat tona është se takimi me kreun e grupit parlamentar socialist Tauland Balla nuk ka qenë aq paqësor edhe as aq diplomatik. Jo për shkak të zotit McAllister, po për shkak të një antar delegacioni që është Michel Gahler, që është eurodeputet gjerman, i cili ka kritikuar mazhorancën socialiste sepse në parlament antarsoi ose u aderua Shqipëria menjëherë në bordin e paqes të thirrur nga presidenti Trump, ndërkohë që Bashkimi Evropian ende nuk e ka bërë. Kujtojmë që kryeministri Rama është sot në SBA për mbledhjen e parë themeluese të bordit, ndërkohë që Ursula von der Leyen, kryediplomatja e BE-s, nuk ka shkuar dhe ka refuzuar. Dhe në një farë mënyrë, eurodeputeti gjerman ka kritikuar Shqipërinë që nga njëra anë tregohet e gatshme për të antarësuar me shpejtësi në BE, ndërkohë që kur vjen puna te politika e jashtme, ka një diferencim dhe nuk bën siç bën BE-ja në këtë drejtim. Por Tauland Balla mësohet të ketë thënë se me SBA Shqipëria ka një marrëdhënie të veçantë dhe se duhet pyetur Komisioni Evropian sepse nuk mban një qasje të unifikuar e gjithë Europa në raport me bordin e paqes për të menaxhuar konfliktin në Gaza, sipas mënyrës që ka menduar presidenti amerikan Donald Trump. Ndër tjera, Tauland Balla u ka kërkuar eurodeputetëve të kenë në vëmendje të ndjekin çështjen në Hag për 4 krerët e UÇK-s, duke thënë se dënimi i tyre, barazimi i viktimave me agresorë do të sillte destabilitet të rajonit. Në Esiona, në rast se do të ketë të tjera zhvillime, menjëherë do të lidhemi së bashku.